shkojmë me komunën e Istogut, me balotazh apo balotazh. E shohim komunën është me 64.6% Ilir Ferati. E shohim PDK-ja me 19.6% dhe a pe kallëzojmë aju? Po, përmënej e kemi Astrid Bojupaj me 9.7 dhe Uk Blakaj me 6.1%. Edhe këtu më duhet të them diçka. Ne kemi realizuar 2 matje në Istog. Rezultati ditës së sotme është jashtëzakonisht befastues për ne. Pra, ka qenë e ditun deri diku që zoti Ilir Ferati mund ta përfundoj garën pa ballotazh. Por ky rezultat ka qenë nga mëngjesi, nga ora 8, madje në çdo qendër votimit, dominanta e tij në raport me kandidatë tjerë ka qenë shumë e lartë. Firshat veçat që sot u ndrejt që kjo, pse për e njëjtë. Në fakt, edhe ne gjithë stafi, me mundu me po, mos ka diçka që na ka ikë, por gjitha llogarit, modeli është i njëjtë, edhe rezultati është që zoti Ilir Ferati vazhdon të marrë edhe një mandat. Edhe një mandat, pa balotazh. Shohim pra pa balotazh Ilir Ferati edhe për një mandat. Vazhdojmë, regjia, me komunën tjetër. Fillimisht kisha dashur me më tregu a me balotazh apo pa balotazh. E nisim. Komunën e Ferizajit, hajde Ferizaj, me balotazh apo pa balotazh. Këtu du me pa njerë, tregomni që tu a kena balotazh në Ferizaj ajo. Pa balotazh Ferizaj. Pa balotazh në Ferizaj. Nuk ka balotazh në Ferizaj, hajtë të tregomi një numrat. Po e shohim 62.2. Agim Aliu edhe në një mandat, Agim Aliu me 62.2. 21.4 Enver Aliti. Vazhdo me tjera ti. Viste nuk po e shoh. As po ishe atje, a? Po, Vista Razemi me 14.7 dhe Gjemili Murati Shabani me 1.7. E njëjta storje edhe për Ferizajin. Domethënë gjatë gjithë kohës nga mëngjesi kryetari aktual ka qenë në këtë epërsi. Po kjo korrespondon edhe me matjet e opinionit publik që i kemi realizuar para edhe gjatë fushatës zgjedhore, pra është nën margjinat gabimit ose në margjinat gabimit në raport me matjet e opinionit publik që i kemi realizuar para ditës së zgjedhjeve. Tash e kemi komunën e Prizrenit. Kjo ishte komuna e 3, pas Mitrovicës, Istogut e Ferizajt, shkojmë komunën e 4.